Prokuroria e specializuar në Hag tashmë ka përfunduar me dorëzimin e të gjitha provave në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Grumbullimi i fundit me dëshmi u dorëzua më datën 14 prill. Në parashtrim, thuhet se provat e fundit përmbajnë intervista të ndryshme, video, libra, raporte ndërkombëtare dhe materiale nga Serbia. Materialet e propozuara, të cilat përfshin artikuj dhe intervista mediatike, video, fragmente librash, raporte bashkëkohore ndërkombëtare dhe serbe, dokumente të UÇK-s, harta dhe dokumente që kanë të bëjnë me statusin, vdekjen dhe ose keqtrajtimin e viktimave, thuhet në fillim të parashtresës. Këto prova prokuroria e Hagës pretendon se në qendër kanë organizimin dhe sipas tyre strukturën e lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe në këtë dokument, prokuroria thot se anëtarët e ndërmarrjes së përbashkët kriminale kishin qëllime kriminale, duke ju referuar këtu UÇK-s dhe 4 ish krerëve të UÇK-s që ndodhen në Hag. Të marra së bashku, ky grup provash demonstron nivelin e lartë të organizimit të UÇK-s dhe ish qeverisë së përkohshme, se anëtarët e UÇK-s në zonat dhe bazat e saj në Shqipërinë Veriore vepruan në autoritetin dhe në përputhje me udhëzimet e të akuzuarve, shtabit të përgjithshëm, dhe se të akuzuarit dhe anëtarët e tjerë të NPK-s kishin qëllimin e përbashkët kriminal, të cilin e zbatuan personalisht dhe nëpërmjet strukturave në vend. Eksponatet e propozuara gjithashtu vërtetojnë dhe plotësojnë prova të tjera dhe fakte të gjykuara në lidhje me krimet e akuzuara. Konfliktin e armatosur dhe sulmin e përhapur dhe sistematik kundër popullatës civile, kontrollin efektiv të akuzuarve, duke përfshirë drejt për drejt dhe nëpërmjet strukturave në vend, ndihmën praktike, inkurajimin dhe ose mbështetjen morale që të akuzuarit kanë dhënë, thuhet më tutje në këtë dokument. Provat e reja përfshin edhe rregulloret, urdhrat, operacionet, furnizimet, komunikimin, diskutimet me media dhe strukturat e tjera të UÇK-s. Në mesin e ekspozitave të propozuara janë deklaratat publike të njëkohshme të akuzuarve, zyrtarëve të tjerë të UÇK-s dhe LPK-s, njohja e autoritetit të UÇK-s, shtabit të përgjithshëm, inkurajimin dhe ose kërkimin e mbështetjes financiare, ushtarake dhe të tjera për UÇK-n, po ashtu denoncimi dhe kërcënimi i personave të lidhur me LDK-n, bashkëpunëtorëve të supozuar, personave të romëve dhe etnive të tjera dhe kundërshtarëve të tjerë, por edhe pranimi i sulmeve kundër krimeve ndërkombëtare, dezertimeve dhe kundërvënieve kundër detyrimit të ligjit për të drejtat e njeriut, thuhet më tutje në këtë dokument. Para këtij dokumenti, prokuroria kishte kërkuar të pranohen prova të shumta për zonat veç e veç, duke nisur nga Llapi, Drenica, Dukajgjini e të tjera. Avokatët e krerëve të UÇK-s kanë bërë të ditur se do të bëjnë një mocion për hedhjen e disa ose të gjitha pikave të aktakuzës.